Ish komandati suprem i forcave aleate të NATO-s për Europën, Wesley Clark, do të jetë një nga dëshmitarët kyç të mbrojtjes në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s që po gjykohen për krime lufte në Hag. Sipas një shkrese të dorëzuar zyrës së prokurisë speciale, Clark nuk mund të udhtojë drejt Hagës para datës 17 nëntor, ndaj dëshmia e tij pritet të zhvillohet me 18 ose 19 nëntor 2025. Mbrojtja pret që dëshmia e ish komandantit të NATO-s të zgjasë 2 ditë. Ky proces gjyqësor ka nisur me prezantimin e provave nga mbrojtja me 15 shtator 2025, ku për 3 ditë me radhë u dërgua ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit, James Rubin. Lista e dëshmitarëve të mbrojtjes përfshin emra të njohur si ish këshilltar ligjor i delegacionit shqiptar në Rambouillet, Paul Williams, ish këshilltar politik i komandantit të lartë të NATO-s, Wesley Clark, John Stewart dhe ish zëvendës i përfaqësuesi i OKB-s në Kosovë, Bernard Kusher. Roli i Wesley Clark konsiderohet kyç pasi ai pritet të ofrojë një perspektivë ndërkombëtare mbi ngjarjet e luftës në Kosovë dhe mendimet strategjike të NATO-s gjatë konfliktit, duke ndikuar në argumentet mbrojtëse dhe ish shkrerët e UÇK-s, përfshirë ish presidentin Thaçi. Gjykimi vijon sipas planit, ndërsa mbrojtja synon të përfundojë prezantimin e dëshmive dhe argumenteve të saj përpara se të nisë faza përfundimtare e procesit.